Pedagogja joshet me patate, zbardhen përgjimet Elbasanit, studentët i korruptonin pedagogët me produkte fshati. 6 pedagogë të Universitetit Elbasanit janë arrestuar nga policia bashkë me sekserin që merrte para, si dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Këta shtetas akuzohen se i kanë marrë para një studente për të kaluar në provime. Monika Hodaj, 49 vjeç, Beatrice Gani, 58 vjeç, Florinda Tarusha, 56 vjeç, Adrian Shingjergji, 61 vjeç, Ornela Bilali, 50 vjeç, Zyra Gripshi, 37 vjeç dhe Sekseri Gazmend Hodaj, 59 vjeç në kërkim, shtetësja Edlira Gugu, 51 vjeç, pedagoge. Këta shtetas me detyrë pedagog kanë shpërdoruar detyrën duke kaluar në mënyrë të parregullt në provime një studente 31 vjeçe me qëllim për të përfituar shuma parash të cilat i ka marrë shtetasi Gazmend Hodaj. Nga kontrolli në zyrat e pedagogëve u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale tezat e provimeve të studentes. Gjithashtu nga Prokuroria e Elbasanit janë zbuluar dhe fotografitë ku studentja korrupton pedagogen me një thes me patate. Zysha, të kam sill diçka, ku mund ta le? Ke ikur apo je në shkollë? Shkruhet ndër të tjera në mesazh. Ajo e pyet pedagogen nëse është në shkollë apo është larguar pasi i ka sjell në universitet një thes me patate, ndërkohë që Zysha i thotë se është larguar.